Paralajmërim ngjashëm sikur Aveci që do të fillojë edhe disinsektimi I insekteve në komunën e Fushë Kosovës, se çfarë paralajmërimi ka bërë për qytetarët dhe çfarë duhet të kemë parasysh këta të fundit në Fushë Kosovë, sigurisht që presim e kemi Mirsad Qyçallën, është drejtori I drejtorisë për bujqësi dhe zhvillim rural në Fushë Kosovë. Zotëri Qyçalla, faleminderit shumë për kohën tuaj. Një njoftim dje që ka bërë komuna në faqen e vetë sa I përket një paralajmërimi për krejt aksionin që do të ndërmerrni sot edhe nesër, mund të ndani edhe me shikuesit edhe dëgjuesit e Klan Kosovës. Gjithsesi atëherë faleminderit për mundësinë. Ne siç e keni parë edhe ju, kemi bërë dje një njoftim ku njoftojmë qytetarët që sot duke filluar nga ora 20 planifikojmë të realizojmë planin e dezinsektimit në mbar qytetin, sigurisht edhe pjesën e fshatrave edhe parkin e Pishave, që është një vend mjaft I frekuentuar në komunën tonë dhe shpresojmë që të shkojmë mbar. Mirë, cilat pjesë ose fshatrat janë planifikuar apo në gjithë Fushë Kosovën? Plani është që gjithë Fushë Kosova të përfshihet, kryesisht besojmë dhe shpresojmë aq sa e kemi një kontratë të trashëguar në vendbanime, kryesisht besojmë që mbulojmë dikon rreth 70% të territorit dhe disa pjesë që ne vlerësojmë që janë më të ndjeshme ose më të arsyeshme që të kryhet ky projekt. Parki I Pishave sigurisht përbën këto një vend rëndësishëm për faktin që është mjaft I frekuentuar, sidomos kohën e verës, në Fushë Kosovë e quajmë edhe si mushkëria e Fushë Kosovës, dhe në disa zona ku, për shembull, pjesa e Miradis, ku është lumi Graçanka, ku qytetarët kryesisht kanë disa ankesa për shkak që afër lumeve Procka, sigurisht insektet kanë hapësirë më të madhe që të lëvizin ato pjesë. Po sigurisht edhe pjesën e qytetit do të provojmë nga ora 8 fillojmë, besoj që qytetin diku nashta mas orës 11-12 kur kryesisht kafeteritë veç fillojnë të mbyllen dhe shpresojmë që deri në orët e vona do të kemi mundësi të realizojmë këtë projekt. Zoti Qyçalla, preparatet që I përdorni për dezinsektim, sa janë të sigurta sidomos për fëmijët e kanë fjalën edhe për kafshët shtëpiake? Po, kompania e cila e kryen projektin është një kompani mjaft serioze, ku në grupin e saj përveç punëtorëve ka dhe lëmin e mjekësisë dhe sigurisht ata janë përgjegjës për pjesën ku I kemi marrë direktivat prej tyre se si duhet të realizohet ky projekt dhe ku duhet të kemi kujdes dhe ata na kanë njoftuar që informatën e tyre ne kemi përfshi edhe në ftesë ku ne kemi treguar që në kohën sa ndodh projekti, mirë është mundësisht më shmang dalje të panevojshme, mundësisht dritarët me I majtë mbyll dhe sigurisht kompania është e vetëdijshme për këtë. Ata e kanë edhe një pjesë të Kosovës ku e kryjnë këtë projekt edhe besoj që s'do të ketë probleme. Edhe një pyetje shkurt, kjo tash do më ndodh pjesa e para, ka më ndodhur edhe gjatë verës prap një fazë tjetër e dezinsektimit apo mjafton me kaq? Po, sigurisht, sa I përket ambientit të jashtëm, është faza e parë. Më herët ne kemi bërë disa ambiente të mbrëmshme sipas nevojës dhe kërkesa ku që kemi thënë I veç I kemi dezinsektuar qerdhen gëzimi ynë, qerdhen publike që kemi këtu në Fushë Kosovë, një prej shkollave Davut Bugojevci. Sigurisht kjo është veç faza e parë në ambient jashtëm, mirë, po gjithsesi që do të përcjellim edhe sipas nevojës, sigurisht do të realizojmë edhe fazën e dytë nëse ka nevojë edhe fazën e tretë. Mirë, zotëri Qyçalla, faleminderit shumë që ndajte gjithë këto detaje, sidomos për banorët e Fushë Kosovës, për këto ditë që pritet të bëhet një punë e mirë në fakt edhe për ta, pasi që ka pas në disa pjesë edhe ankesa. Faleminderit për mundësinë, ditën e mirë.